Baba jam u konë me fësit kufizume, u konë i 31-tës, i lindu në Orlan. Kina pas dej 90-ën rrym heq, dej 1990-ën. As televizion, as rrym, as heq, 11 familje në konë, mu i me të tërgu memën bje me familjet. Këta i bashkësish lokale atëhere, shqiptarë. Edhe shkojmë në zyre me bu një kërkes për rrym, po thot a shqip, pse be edhe ju po do me bleni televizora. Thamë jo, bëse na s'kena sigurti dë, a i kesh dë. Një më familje, shumë kena vujta ne, s'na ka një muë as sërbët, as shqiptarët. Jo, jënë desh pak që trashe, masë jem punë shuaj, masë jem punë... Tani të thënë Kosovë nuk pënojnë, që? Në 64 vjet i kom, edhe një vit dalë në penzion, me mujtë halak që ashtu i rinin me punue. Po, me gjithë që të farfort në gjitha vëlletjën tonë të rritë. Edhe vetëm i shqiptarë jam që një këmë dollë jashtë Kosovës si shkur. Kur s'ke dollë, a? Hiq. Se në 85 një konë ushtarë i Jugosllavisë, edhe atëherë të kanë padon ata në Libres, të ushtrisë. 4 vjetë nuk e pas drejtë me dalë jashtë Akufini, hiq. Tëre që ikësën shqiptarët bitet në natë dhe dyshën, i vetëm i une me familë, me se nanën, babën edhe shoqen, nuk e mujtë me mu largu pa marë pashaportin. Ish Jugosllavisë, edhe kënë një farë hajdari këtu po dojevë, shqiptarë ka bajtaj me autobusa, bitet në 90-at. Së ka mujtë shqiptarë, me qitë jashtë Kosove. Të ne, unë nuk u mujtë me dalë, në Kosovë këmë ne gjithë. Hisë asëm kënë Macedoni, gjatë luftës, asë në Prishtinë, edhe në Kosovë, hiç kur të më dalë, hiç. Asë njerë? Asë njerë, hiç. Asë t'ka pëlqy, apo qka? Jo, s'ku mujtë, s'ku mujtë, se pashosin s'ku mujtë me marë, s'ku mujtë me shku Kosovë. Sa t'ka me të marrë që s'ki mujtë me shetit vendit? Po ja, hiç s'ku më pasë që me dalë hiç kur. T'la është një histori njëtën tënde që është shumë e veçantë se di njerëz për ty. Njerëz se din se ole baba jam u konë me fësit kufizume, u konë i 31-tës, i lindu në Orlan. Edhe të në 11 familje në konë në për Orlan. Të kënë gjë vetë të Orlan nëse qatë pjesën të dojnë, nuk kena pas dej 90-ën rrym heq. Dej 1990-ën. As televizion, as rrym, as heq. 11 familje në konë, mu i me të tërgu memën bje me familjet. Që nuk na kanë ndihmu e Saveza Komunista Jugoslavia, për me pas elektrifikimin e shpisë. E shpijave të më, nuk konë bajrë gjakja, 11 shtylla i kanë mungue. Nuk ka përrin dhe 90-ën. E dajnë e ka pas këtar komunën për dujo, po si ka një muhe. Sa kërë është që e periuda ka rrëm? Po s'di se unë më konë i ri, në punë, ushtarë, ne nuk këna ditë pas qashtë fort politikëve që jena ra kena fjetë, me gjësi në qumë shkune për me... Pa dritën? Punu dritë natën, hesh televizion, ja, bojler ujë, ja, heq kur gjë mi ka dhu shqiptarëve sot, edhe njëtët shqiptarë jenë konë 41-ën e 2-ën e 5-ën që e kanë udheq Kosovën. Ademit, atë ka të tonë kryetari komunistët Jugosllavisë, u konë komuni madhë dhe ai në kun nuk ka shënue, problemo konë. Të në sprovë për e që këtyre që i tregove ki pas një të në tënde? Unë? Të në sprovë ma të shtire ki pas një të në tënde? To që s'kina pas të rrymë. I në shku mua në kuë këtu në Pudujem komunë të Orlanit, u kune shku në mua në kuë në... Mas parat në 90-ës. Edhe po në thata Shqip. Se apo do një me ble një televizor edhe jo. U konë shërif, i Zumeri, i shërifit për i Orlanit në Pudujem. U konë kryetar i bashkësish lokale atëhere, shqiptarë. Edhe shkojmë në zyre me bu një kërkes për rrym, po thot a shqip, pse be edhe ju po do një me ble një televizora. Thamë jo, bëse na s'kena sigurti dë, a i kesh dë. A ju as të veç? A i kesh një në zyre, me ngu Saveza Komunista Jugoslavin, një a i kesh në shpje me sigurisë të shpjeti nëse më konë, unë e veç. Pse be, e bonën një shkres me maqinë këto atë në makinat, tap. E në shkretën e ka puko dikun për dje, kur ma, hiq. Nuk u kryu e harë, a i pare misioni kur hiq. E na kena vujtë shumë. I konë janë 11 familje, shumë kena vujtë anë, s'na kanë një muë
as sërbët, as shqiptarët. Në atë kohën e Jugosllavisë shukon, s'na kanë ndihmuar as sërbët as shqiptarët. Që të punën si pastor së më falë, sa vite e bën? Që 3 vite. Ku punu 22 vjet imuni Kosova në Prishtinë, edhe e privatizuan e shetën. A din këtu këta qeveritar tonë, edhe na qenë pe punë, e konë 800 punëtorë. 800! 27-82 më hinë punë të në Ciglan, imuni Kosova Prishtinë, në thërke Shqip, edhe ta naj mas lufte e shkatëruan. Ramize dhe Fërkia shetën me temele, me privatizuan. Ramize dhe Fërkia, shqiptarë. Ramize kom prej malit zi ka vdek, Ramize ai Fërkia të gjatë halë dhe të halë në Prishtinë. Sa ka shqirë familjen me mojtë, me qëto torta të tua? Ja, ta shem pak, ta vesh me shoqen jam 4 vajze, 2 të martu me 2 punojnë në Prishtinë, po së me shoqen, nona e baba më kanë vdek, ata kanë bujt shumë. Jenë konë vjetër, baba konë më pësit kufizueme, si kanë një mua Sërbja Shqiptarja, si qëkur, si kanë një mua Sërbja Shqiptarja, para luftë e këmë fjallin. Si e kanë po, filën festë e këmë emen, s'ka kur që bitina. Se nuk u konë Shqip, as hajri i Turkët, a keni këtë fjallin. Së konë as hajri i Turkët, as sejri i Sërbit. Ta në ata nuk i kanë... Ja, së kanë qërë, se së konë hajri i Turkët, edhe sejri i Sërbit, ja. Ata si kanë qërë heqë. Gjallë s'kia, po? Jo, gjallë, veç 4 vajza. 4 vajza. Sa të kanë demu vajzat, në kohën kur kanë qenë gjallë? Ja, jenë në vogla vajzën e kam një konë natën e, 10 shkot natën e ka lindë, kërë batën më spitalin Sërbët. Të një tjetër natë e 2-ën, natë e 4-5-ën. Veqen një vëdu më të thonë, që shqiptarë do më nëtë, këtu pej dhe në të vetën nuk unë mirë, pej të vetën dhe natë e 9-ën, keqë ma keqë, pej natë e 9-ën dhe sëtë, keqë ma keqë. Luft, ma s'ka problem. Mund të përshëndes, mos u lodh shumë ti, kalofsh mirë.